Në hyrje të qytetit të Përmetit, aty ku prej vitesh mbetjet grumbulloheshin pa shumë vëmendje, sot funksionon një pikë që po kthen plastikën dhe kartonin në burim vlere për komunitetin. Vetëm brenda pak javësh, 8 ton karton dhe plastik janë përpunuar, duke dhënë sinjalin e parë konkret se riciklimi në qytet ka nisur të japë rezultate të fryqshme. Këtu kemi filluar që nga muaji 20 janar dhe kemi arritur deri në 8 ton. Dhe këto të ndara 2 ton, 6 ton janë karton dhe 2 ton i kemi plastik. Punuam 10 ditë në janar, punuam edhe tani kemi punuar 4 ditë tani. Është me periudha, si grumbullohet plastika, pjesë, si grumbullohet dhe kartoni. Këto më shumë kemi shfrytëzuar kartonin dhe nga fasonerit, kurse mbetjet e plastikës janë dhe nga komuniteti. Dhe në qytet kemi shpërndar koshat të plastikës, 6 të plastikës dhe 10 janë të kartonit. Patjetër kemi bën planifikim, ndërkohë do bëjmë blerje të reja. Kemi shpërndar të plastikës 30 koshat plastikës në institucione dhe në biznese. Do shtrim në një periudhë të dytë, ne do shtrim për gjithë qytetin, për komunitetin e qytetit. Ndërkohë, punonjësit janë përshtatur me mënyrën e re të punës për riciklimin e mbetjeve, duke rritur efikasitetin në ndarjen dhe përpunimin e tyre. Përsa kemi filluar, në këto muaj kemi përshtatur tamam me punën, ka dhe procese të vështira, edhe përkushtimi duhet të jetë që kemi kujdesshëm në neve. Të janë gjëra që punohet me tensione, me kështu që duhet të ketë shumë përkushtim. Neve procese bëjmë presimin e kartonave, të plasmasit, plastikës. Nga instancat përgjegjëse apelohet për më shumë bashkëpunim me komunitetin, me qëllim që mbetjet të hidhen në vendet e përcaktuara dhe të lehtësohet procesi grumbullimit të mbetjeve për riciklim.